Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ndodhet në Tiranë me rastin e samitit të Komitetit Politik. Von der Leyen ndau në platformën X një foto të përbashkët me disa prej liderëve që marrin pjesë në këtë samit ku ndodhen presidenti i Republikës Bayram Begaj, kryeministri Edi Rama, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe lider të tjerë. Von der Leyen shkruan se fakti që takimi i Komitetit Politik Evropian bëhet për herë të parë në Ballkanin Perëndimor është simbol i fuqishëm. Familja jonë europiane e vlerave shtrihet shumë për te i kufirit të Bashkimit Evropian. Ne ndajmë një kontinent dhe një të ardhme të përbashkët, shkruan von der Leyen. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bayram Begaj takoi presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa me rastin e pjesëmarrjes në samitin e Komitetit Politik Evropian në Shqipëri. Kreu i shtetit u shpreh se Shqipëria është dedikuar në mbështetje dhe respektim të drejtave themelore të njerëzit, duke përfshirë këto të drejtat e minoriteteve, demokracisë dhe sundimin e ligjit. Ne besojmë fort se Bashkimi Evropian mbetet mjeti më efektiv gjeopolitik për të adresuar sfidat e sigurisë, pas siguritë dhe sfidat ndaj paqes dhe stabilitetit. Shqipëria do të vijojë të luajë rolin e saj si lehtësuese e dialogut dhe urlitëse midis Ballkanit Perëndimor dhe pjesës tjetër të Europës, duke qenë shtyllë mbështetëse për përballimin e sfidave gjeopolitike. Vendi ballkanik, Shqipëria mund të bëhet antar i Bashkimit Evropian përpara vitit 2030, tha presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. I'm not looking for a magic data. Nuk është se po kërkoj ndonjë gjë, ndonjë datë në vetvete magjike, por ne do të shikojmë dita ditës se çfarë po bën Shqipëria, pra arritjet e Shqipërisë dita ditës. Dhe sa po të kemi përfunduar procesin, në atë moment Shqipëria do të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian. Pse jo madje edhe më përpara? Pse jo përpara vitit 2030? Që do të thotë që në rast se Shqipëria do të vijojë me këto rezultate me të njëjtën ritëm, atëherë është tërësisht e mundur që Shqipëria të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian përpara vitit 2030. Megjithatë, gjitha kjo varet nga ecuria juaj, pra nëse do të vijoni me të njëjtën ritëm, tha Costa në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama në Tiranë. Kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët për media në Tiranë me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa u shpreh vendosur që Shqipëria të bëjë detyrat për të antarësuar në BE. Natyrisht që diskutuam për të dyja aspektet që na lidhin me Këshillin Evropian dhe me Bashkimin Evropian, për aspektin e procesit ton të rrugës drejt antarësimit, që po ecën shumë mirë. Sot Shqipëria është zyrtarisht në tryezën e negociatave me 16 kapituj të hapur, 8 kapituj të tjerë do të hapen në ditët në vijim dhe synojmë që t'i hapim të gjithë kapitujt brenda vitit, ndërkohë që siç e kam ndarë edhe publikisht gjatë gjithë fushatës elektorale në veçantë, plani i përbashkët me Komisionin Evropian dhe i mbështetur nga vendet anëtare është që të arrijmë të mbyllim negociatat në arkun e 3 vjetëve, domethënë nga 2024 kur filluan 2027. I pyetur nga një gazetar për prioritetet që duhet të ndjekë qeveria për përmbushjen e detyrave të antarësimit, Rama tha se BE ka shumë detyra, por ne jemi të vendosur t'i bëjmë ato. Sipas tij tashmë të gjitha procedurat po asistohen edhe nga inteligjenca artificiale. Kryeministri Edi Rama priti në godinën e kryeministrisë homologun finlandez, Petteri Orpo. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shprehet se me Orpo diskutojnë mbi forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe sfidat e përbashkëta europiane. Në njoftimin e kryeministrisë thuhet se kisha kënaqësi të mikprisja kryeministrin e Finlandës teksa diskutuam mbi forcimin e bashkëpunimit dypalësh dhe sfidat e përbashkëta europiane, shkruan kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kryeministri britanik Starmer u prit në takimin zyrtar nga kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama, ku nënshkruhet gjithashtu dhe deklarata e qëllimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriut. Kemi thelluar bashkëpunimin edhe po punojmë intensivisht për të krijuar më shumë sinergji në fushën e sigurisë e posaçërisht të mbrojtjes. Në angazhimin kundër
rrjeteve kriminale dhe migracionit palishëm. Kemi arsye të jemi shumë krenar për punën që kemi bërë. Shifrat janë mbreslënse. Kryeministri britanik Starmer gjatë konferencës përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama deklaroi se marrëdhënia me Shqipërinë është e veçantë dhe vizita e tij në Tiranë përfaqëson një deklaratë të qartë qëllimi për mënyrën se si qeveria britanike sheh këtë partneritet. Partneriteti ndërmjet vendeve tona shkon përtej bashkëpunimit për sigurinë e kufive tanë. Pra Shqipëria është një aleat i fortë i NATO-s dhe partner kyç në luftën e Ukrainës kundër agresionit rus. Kjo është shumë e rëndësishme në një moment të tillë, duke përfshirë këtu edhe mbështetjen tuaj për trajnimin e trupave ukrainase në Mbretërinë e Bashkuar si pjesë e operacionit Interflex. Dhe unë vetë kam qenë për ta parë këtë trajnim që bëhet disa herë dhe vërtet që më kalon shumë përshtypje dhe një shembull shumë i mirë i kombeve si tonat që punojnë së bashku për të arritur një qëllim të përbashkët. Ai shpreh kënaqësinë për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mes dy vendeve në fushën e mbrojtjes. Jam vërtet i kënaqur që në kontekstin më të gjerë sot kemi arritur një marrëveshje për të përmirësuar punën që bëjmë si dy vende për sigurinë dhe mbrojtjen, duke përfshirë prodhimin dhe prokurimin, sepse mendoj se kjo është një epokë e re për Europën, kjo është një epokë e re për sigurinë dhe mbrojtjen, ku ne lidhemi me aleatët tanë dhe më fort, deklaroi kryeministri britanik. Në vizitën zyrtare në Tiranë, kryeministri britanik Keir Starmer dhe delegacioni që e shoqëron nënshkruan në kryeministri me palët shqiptare dy marrëveshje bashkëpunimi. Palët nënshkruan deklaratën e përbashkët për avancimin e bashkëpunimit dy palësh mbi prioritetet e përbashkëta dhe deklaratën e qëllimit ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriut në lidhje me eksportet në fushën e mbrojtjes dhe bashkëpunimin industrial. Kryeministri britanik Keir Starmer viziton Qendrën e Inovacionit dhe Muzeun e Forcave të Armatosura. Ai u prit nga ministri i mbrojtjes Pyro Vengu dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të Forcave të Armatosura, General-Lejtnant Arben Kingji. Ministri Vengu dhe kryeministri Starmer panë mjediset e këtij kompleksi ku u takuan dhe me ushtarë shqiptar dhe britanik. Ministri i mbrojtjes Pyro Vengu shprehu kënaqësinë për të pritur në kompleksin inovativ kreun i Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe për të nderuar bashkëpunimin e përbashkët midis Forcave të Armatosura të Mbretërisë së Bashkuar dhe Forcave të Armatosura të Shqipërisë si aleat në NATO dhe jo vetëm në NATO, por dhe brenda Ballkanit Perëndimor. Kemi një qëndrim të përbashkët për kërcënimet të cilat po përballemi dhe gjithnjë më shumë po ndërtojmë kapacitetet të përbashkëta dhe sot në kujdesin dhe udhëheqjen e kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar dhe kryeministrit të Shqipërisë nënshkruam një marrëveshje të rëndësishme me ambicien për të bashkëpunuar dhe më fort industrinë ushtarake dhe në inovacion, deklaroi Pyro Vengu. Bota. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte është në Shqipëri në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian që mbahet në Tiranë. Rutte u prit në aeroportin në Tereza nga ministri i mbrojtjes Pyro Vengu. Ai u shpreh se vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në kuadër të samitit të Komitetit Politik Evropian në Tiranë është një dëshmi e qartë e rolit të shtuar të Shqipërisë në Aleancën Atlantikut Veriut dhe angazhimin ton për paqe, siguri dhe bashkëpunim euro-atlantik. Pata kënaqësi ta mikprisja Mark Rutte në vizitën e tij të parë në Shqipëri në këtë detyrë, theksoi ministri Vengu në një postim në rrjetet sociale. Ministrat e jashtëm të NATO diskutuan kërkesën e Trump për të rritur masivisht investimet në mbrojtje, ndërsa SBA-ja përqendrohet në sfidat e sigurisë jashtë Europës. Në bisedimet në Antalya të Turqisë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se nevojiten më shumë investime dhe pajisje ushtarake për të përballur me kërcënimet e paraqitura nga Rusia dhe terrorizmi dhe nga Kina, e cila është bërë fokusi i shqetësimit të SBA-s. Sapo të mbaroj lufta e Rusisë në Ukrainë, Moska mund të rindërtojë forcat e saj të armatosura brenda 3 deri në 5 vjetësh, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio këmbguli se kërkesa e SBA-s për të investuar 5% të produktit të brendshëm bruto në mbrojtje gjatë 7 viteve të ardhshme ka të bëjë me shpenzimet e para për pajisje ushtarake që janë të nevojshme për kërcënimet e shekullit të 21. Diskutimet mbi shpenzimet e mbrojtjes po bëhen intensive para samitit të presidentit Donald Trump dhe homologëve të tij të NATO-s në Holland më 24-25 qershor. Ky takim do të përcaktoj kursin për sigurinë e ardhshme europiane përfshirë atë të Ukrainës. Ministria e Jashtme ruse ka mohuar se Moska dërgoi vetëm një delegacion të nivelit të dytë në negociatat e paqes me Ukrainën në Stamboll. Ekspertët më të kualifikuar janë dërguar në Turqi ta zëdhënësja e ministrisë Maria Zakharova sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Tartas. Këta ekspertë janë të përgatitur dhe kompetent për të diskutuar të gjitha temat të drejtat ndërkombëtare, situatat të terren, çështjet e operacioneve luftarake, deklaroi Ministria e Jashtme e Rusisë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e përshkroi delegacionin rus si të nivelit të dytë dhe ka kërkuar praninë e presidentit rus Vladimir Putin në bisedimet e Stambollit.
Mbetet e paqartë nëse dhe kur do të zhvillohen bisedimet e para të drejtë për drejta midis ukrainasve dhe rusëve pas 3 vitesh luftë. Presidenti rus Vladimir Putin e hodhi poshtë kërkesën e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky për të takuar ballë për ballë në Turqi këtë javë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.